një krejt pak, ose as pak shkrume për historinë edhe për kalumen, dhe thonë një brez që ne po na ikun shumë të vjetër, që njohin dhe dinë shumë gjëra, por që me kalimin e kohës kuptohet edhe punë. Gjeneratat e reja nuk kanë me njoft edhe kontributin e familje me autoritet që kanë kënë në kësaj zone, që i kanë dhënë mere lavdi pushatit edhe krajinave për radhë. Kuptohet se ndaj ka shtërin një region në disa fshatra, nuk e di se kur ka gjithë këtë forcë jashtëzakonshme duhet përgëzu për gjithë nesh që jena këtë pranishëm, po ato që kanë me pas fatin me lexu këtë libër mrekullueshëm. Vite më përpara, shumë priftën e kanë bërë këtë shërbime për zonat malore, kanë folë për familjet mëdha patriarkale, por që kishin autoritet, kishin vlera, kishin pesë, kishin burri, kishin merë, edhe kishin karakteristika shumë që kërnojnë gjithkam, më thënë, familje shqiptare, nëjhet me thënë, në këtë ambjent që jeton pranë këtyre familjeve, nëjhet edhe ma me peshë, kuptohet e punë. E them që ne ka bani një punë që pak kush e merë për sipër, se kërkon dërim të madh, që ka shfrytzu edhe dokumente arkivore, ka shfrytzu gjithë shka, jo vetëm kujdhanat e kontaktit që artashtë në bëllë, në kam parasysh shkret punën e tij, është një punë që njerëz edhe që kanë vullnet fort, nuk arrin me e bëllë. Por që shpresojmë që të arshmen kena me pas, të ri që kanë shfrytzu këta, që ka shkru në reka dhe kanë me shkru diçka, si me thonë, pakten në vazhdimësi. Ka shumë me interes të shkruhet për historinë të kalumës, për arsye se në kishëm një kërë dhe tekur, që ndoshta familjet ma me autoritet, familjet ma patriotike, janë persekutu, janë denigru, dhe janë për ullë të me thonë që u konsideru që vetëm me ato të varfrit në shkollë ekstreme, kishin vlera, nëse të tjerë kishin pa vlera. Kuptohet që nuk ishte me denigru, për arsye se ka pas familje shumë punëtore, shumë patriote, shumë atletare që kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në historinë e Shqipërisë dhe këtë mrekulli e ka realizuar në reka. Të uroj me gjithë zemër, është kënaqësi e madhe për mua, unë nuk jam bushatës, por nihëm se jam bushatës kur lexoj këtë vepër mrekullueshme. Kam pas fatin se kam qenë shumë i zonën në opinion me do punë tjera, familjare, dhe nuk do ta kishim lexuar më njëherë. Domethënë nuk do ta kishim shkputur prej dore të librit tuaj. Të uroj sukses. Tonat mirat. Faleminderit shumë për këtë kontribut. Gjithë mirë.